Tashma jemi pranë Kasimit. Për herë të fundit. Mirë po, unë di se imazhi për mikpritjen, bujarin, buzëqeshin, harem dhe disponimin, krahas të gjitha rëzatimeve të energjisë pozitive që reflekton të Kasimi optimist, do të i kaluaj edhe këtë krajat si që pati kaluar të gjitha deri tash. Shumë gjatë do të qëndroj pranë përballë imazhi për Kasimin. Shumë gjatë do të bëhet se jeni në Ravec, se në një kënd do të qëndroj Kasim Haxhimurati për herë dhe mërhapur e i gëzuar, për herë i buzëqeshur e i këndshëm, për çdo muhabet, sidomos kur zhvilloshin debatet rreth çështjes kombëtare, pa përmendur asnjëherë se Kosovës i dha çdo gjë që pati dhe në fund edhe kurbetin, edhe shëndetin. Gjatë tërë jetës asnjëherë nuk u friksua që me madhe shpirt të implikohet në gjitha lëvizjet kombëtare të kësaj periudhe. Mori pjesë aktive në lëvizjen për pajtimin e gjaçeve, duke qëndruar pranë profesorëve Anton Qeta, Mark Kasniqi, Recep Çosi, Ukshin Hoti, Femilla Drosi, Shaban Shala, Ali Ahmeti, Ekrem Kryeziu, Resmie Kryeziu e shumë veprimtarëve tjerë, të cilët familja Haxhimurati i kishte mysafir të përhershëm. Organizoi për vjetor të rëndësishëm kushtuar vëllezërve Gervalla e Kadrizekës. Ishte pjesë aktive e emergjencës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe një ndër segmentet kyçe të logjistikës, veçanërisht në organizimin e fondit vendindja tret, dhe të gjitha këto e burrëruan edhe më shumë personalitetin e Kasimit. Krahas Jashar Saliut e Fadil Vatës, të cilët asnjëherë nuk dinin të thonin jo, ose se i mjafton Kosovës kjo që bëm, ose se po rrezikohemi. Kasimi për maksim të jetës e kishte moton: për atë asnjëherë nuk duhet bërë mjaft. Edhe pas përfundimit të aktiviteteve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Kasimi qëndroi në krye të këshillit të protestave kundër instalimit të forcave ruse në territorin e komunës Ravecit. Krahas kësaj është pjesëmarrës i gjitha organizimeve për ngritjen dhe ruajtjen e vlerave të ushtrisë shqiptare të Kosovës, akademive përkujtimore, tubimeve, të shumë të varimeve, zhvarimeve, identifikimeve dhe në fund edhe ngritjen e lapidarit, ndoshta pa ëndruar se një ditë po këta shok do t'ja ngrisin edhe lapidarin e tij. I nderuar i tubimit përmorshëm, ne sot po ndahemi prej njeriut që kur nuk ju nda Kosovës, që kur nuk e praktisi rrugën e idealit. E tash, të nderuar pjesëmarrës, të nderuara familja Haxhimurati, banu të fort, e dorëzoni trupin e pa jetë kryeimamit të Ravecit në mënyrë që ai ta marrë përsipër për sjelljen rituale, por edhe ai të fundit për Kasimin ton të dashur, për birin tuaj të shtrejt. Ati lavdi e juve ju falemderit. Urdhoni e keni fjalën. Gjo. Hadi Jimmy. Nena prej drasave dhe i tërheqë. Dinush, s'këndej dhe drasa shti. Din drasa, çashtë.
Bine.